Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, konkretisht sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në kuadër të kontrolleve në terren, për lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të palishme dhe për verifikimin e lishmërisë së veprimtarive tregtare, kanë konstatuar 5 raste në shkelje. Konkretisht, në lagjin 11 janari, u konstatua se shtetasi me iniciale EH ushtronte aktivitetin tregtar për dhënien me qirata automjeteve në një hapësirë publike të zënë në mënyrë të palishme. Shtetasi me iniciale ID ushtronte aktivitetin tregtar të llojit fast food, po ashtu në një hapësirë publike të zënë në mënyrë të palishme. Në lagjen u ftohtë, u konstatua se shtetasi me iniciale KB ushtronte aktivitetin tregtar për parkimin e automjeteve, pa qenë i pajisur me NIPT dhe pa kasë fiskale. Shtetasi me iniciale F ushtronte po të njëjtin aktivitet, i pa pajisur me lejen e ushtrimit të aktivitetit dhe pa kasë fiskale. Në lagjen 10 Korriku, u konstatua se shtetasi me iniciale MI ushtronte aktivitet tregtar për parkimin e automjeteve në një hapësirë publike të zënë në mënyrë të palishme, i pa pajisur me lejen përkatëse dhe me punonjës të paregjistruar. Për të 5 rastet, nisi procedimi penal ndaj shtetasve me iniciale EH 32 vjeç, ID 58 vjeç, KB 39 vjeç, F 46 vjeç dhe MI 64 vjeç për veprat penale, pushtimi i tokës, fshehja e të ardhurave, ushtrimi i një aktiviteti tregtar të palishëm ose të paregjistruar në organet tatimore dhe punësimi i palishëm. Drejtoria vendore e policisë Vlorë do të vijojë kontrollet për të ndaluar çdo shkelje që cënon hapësirat publike. Ftojmë qytetarët të denoncojnë çdo rast palishmërie në numrin 112.